Durrësi ka tashmë një atraksion të ri turistik, Hamami Turk, monument kulture i kategorisë së parë, i cili ka rihapur dyert për vizitorët vendase të huaj pas një restaurimi të plot, me fond prej 32 milion lekësh nga programi EU for Culture IBS. Godina e shekullit të 18 është një nga 10 hamamet e mbijetuar në Shqipëri dhe hapet për herë të parë për publikun. Me hamamin ne mbushim dhe një puzzle të cilin e kishim të munguar në pjesën historike të qytetit, i cili përbën edhe një nga pikat më të vizituara të cilët ne duam ta promovojmë edhe sot. Gjatë tërmetit të vitit 2019, Hamami pësoi dëmtime serioze dhe u përfshi në listën e monumenteve që do të restauroheshin me fondet e BE-s. I dëmtuar nga i njëjti tërmet mbeti edhe Muzeu Arkeologjik Kombëtar i Durrësit, ku prej 3 vitesh vazhdojnë punimet. Atëherë Muzeu Arkeologjik do të hapet shumë shpejt, është drejt përfundimit të punimeve, kështu që edhe momenti kur do të hapet dhe do të kemi mundësi që të gjithë vini ta shikoni dhe të vizitoni, pasi është një objekt mjaft i rëndësishëm dhe Muzeu Arkeologjik, i cili ne shërben mjaft ne për turizmin, por nuk do të harrojmë që për herë të parë do të hapen të 3 katet e Muzeut Arkeologjik, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. Hamami ndodhet në krah të bulevardit Epidam, i vendosur vetëm disa qindra metra larg para artësit të tij antik, banjave romake. Hamami funksionoi për herë të parë deri në fund të shekullit të 19. Në fillim të viteve 2000 i pësoi disa ndryshime për të kthyer në një kafene, e cila funksionoi për disa vite.